kush është personi që të nje mas miri ty? Shpresoj që vetvetja. Po e eliminojmë, jo, dikush tjetër, vetën... Okej, mendoj motra. Motra. Unë e motra jemi dikun një person. Cila është më e madhe? Motra. Motra. Të më thënë ti e motra e vogël. Okej. Faleminderit shumë. Për çka ndjen keqardhje? Ndjej keqardhje për njerëzit që nuk e gjejnë motivimin me arrit diçka në jetë. Në Zvicër ti i ki vërtet mundësit, shansat shumë të mëdha. Por nëse jetë embel dhe pret që mu të qelë një dirë dikun, vetëm mu vje keq kur gjatë tjetër. Me social nuk kecë për para? Jo. Jo, okej. Jeton, e ki jetesën në rregull, normale, por nuk hecë për para, jo. Edhe nuk hecë mendoj edhe për ta ndjen keqardhje. Po, edhe mendoj në aspektin si person nuk hecë për para. E jo me vlerën e parave. Faleminderit shumë. Cila ka qenë puna jote e parë? Ka qenë kjo, patundshmëria. Pra e ke fillu me patundshmëri. Kur s'ke punu diçka tjetër? Jo, une nuk di kur gjatë tjetër. Në 2010 e kum fillu në patundshmëri, në 2025 edhe do ta bëj gjithë jetën. Gjithë jetën patundshmëri? Absolut. Okej. Faleminderit shumë. A ke tatuazhe? Jo, s'kam. Pse? Nuk e kam gjetë një arsye për me prek trupin, me bërë një tatuazh në trupin tem. Unë pëlqejnë ato që i bëjnë, por jo thonë. Okej. A është në rregull që të qajnë burrat? Absolut po. Absolut po. Të qash, do të thosh që ndjen diçka. Nëse nuk ndjen, për çka është jeta? Okej, faleminderit shumë. A je zakonisht vonë për takime? Për takime në punë nuk jam kur vonë, do me tha në Zvicër ti je gjithmonë me kohë, edhe ndoshta e vrejtëm sot, jam edhe shumë me kohë. Privat mund të ndodhë që 5 minuta. Por do me tha nëse vi unë e shumë vonë, nëse dikush tjetër vjen vonë, nuk e respekton kohën e personit tjetër. Kështu që koha për ne Zvicër është, thojnë, koha është edhe parë, të njëjtën kohë. Okej. Sa shpesh bën make-up? Në punë bëj çdo ditë make-up, por vetëm. Do me thonë nuk shkoj të një grimere, por vetë bëj make-upin. Vetë? Do me thonë edhe në Zvicër bëjnë çdo ditë make-up? Se thonë ata në Zvicër këtë thjeshtë. Është vërtet, ka shumë Zviceran që jam shumë thjesht, por nëse ti ke çdo ditë me punë me klientel shumë të lartë që kam unë, është pak respekt nëse nuk e nërreq vetën. Është edhe pjesë e kodit punës, kodi veshjes, kodi dukjes, kështu? është mu duk mirë, të themi, po qka është fjalla mirë, se përse cilin është të shka më ndryshe. Faleminderit shumë. A je temperamente? Temperamente ndoshta jo shumë, si ne shqiptarë që njihemi, por qka jam spontanitive. Okej, spontane. Spontane jam shumë. Do me tha, më nëshë më më thjetë që tash në telefon, edhe unë e 5 sotit nisa në Australi. Jam shumë spontane, me që të sen të njetën shumë spontane të ishte boj. Okej, faleminderit, po më përqenë kjo. Me qenë se folëm për parat, a mund ta blejnë lumëturin? Absolut jo. Edhe pse unë kam, të më thonë që të ditë me qatë klientel punë, që nivelin më të naltë nuk mund është me qitë më. Kam shumë raste, e kisha dhe para 4 jave në fakt, një rast një milionere, që më të regonte që nuk ka qenë e lumëtur edhe pse ka pos shumë pare, pa të më qmëri ma të bukra në Zvicër. Nuk mi afton. Lumëtërije nuk e merë për pare, lumëtërije e merë për rjetit privat që e ki. Okej, lidhjet, kontaktet, njerëzit, familja. Faleminderit shumë. A me ndonë se ke armiq? Qërë pritje. Jo, nuk me ndoj. Ndoshta edhe pse unë jam një natur shumë pozitive. Dhe më tha komentet atë njerës që me ndojnë shumë negativitet
negativisht. Okej, negativ. Negativ. Nuk janë rrethin tem. Nuk kam qef mi pas ofër meje. Kështu që nëse kam, por nuk e di që kam. Nuk e di që ke, okej, e lumja ti për vete. A beson në dashurin me shikim parë? Po, Veç beson? jo edhe ka ndodhë. Edhe ka ndodhë. Mos më thuj, tu e prit autobusin. Se drita javën e kalume, një aktore që e patëm, ta jam njoftu edhe jam martu me burrin, jemi taku tu e prit E autobusin. vërtet, jo, ka ndodhë në sport. A ti në sport? Në sport ka ndodhë, po. Okej, jeni gëzu që keni fitu. Faleminderit shumë. Çfarë bën një lidhje të lumtur? Komunikimi, Komunikimi. edhe mendoj nëse me partnerin ton i ki do sene të përbashkëta. Okej. Do më thonë, nëse dytë mendojnë në onën e njajtë. Ajo është për mu Që e bën një lidhje të për një lumtur. lidhët lumëtur. E tash, kujtohu në të kaluarën, ose edhe tash kur del me partnerin tonë, cili është momenti më i sikletshëm gjatë një date night? Ndoshta ka një herë në Cyri nuk është shumë i madhë, për marrë shembull Cyrin, do më tha, i nje krejtë restorantat, i nje krejtë vendet, dhe donë diçka ma speciale më organizu, atë është sikleti, ku do gjej qatë special, qatë vendin special. Okej, do më thonë ku me zgjedh vendin. Nuk është problem kush po pagun ja. Jo, absolut, jo. Kush pagun? Burri. Edhe të jua? Jo, Okej. po pojmë pak hajgore. Me qenë se ti shet gjëra. Kur blen, a bën pazar? A shtyhesh kështu? Me thonë ma lirë. Me kliente, Jo, ti kur shkon me unë blen kur- diku, a bën pazar? për gjëra jo. Unë do të thasha në patundshmëri, duhet të bësh pazar. Negociimi është shumë i duhet me po. Nuk është vetëm të Ato e shikort. morë me vesh. Po ti kur del me ble, Jo, nuk boj. pse? Se boj, çdo ditë kam negocime në punë me patundshmëri, kështu që atjetrën e lo. Atje kur shkon, sa kushton kaq pare. Okej. Vërtet është. Okej. A e ke shit me qenë se the negociojmë, ndonjë patundshmëri që je bo pishman se ke mujt me fitu ma shumë? Jo, unë nuk bohem pishman absolut. Është karakteri jam. Do një jetë nuk bohem pishman për senet që i boj. Edhe nëse nuk është, nuk e boj... Fitimi aq i madh? Jo, nuk e boj punën për fitim, por e boj punën sepse kum gjetë një industri që mu më pëlqen shumë. Dhe ato mendoj që është ndryshimi i do agjentëve tjerë edhe për të unë. Krejt këta që fitojnë shumë, thëjnë nuk e bëj punën për pare. Okej. Okej. Po patundshmërit, nuk e bëj për pare 14 milion, se s'pja falë dikujt. Ato nuk janë patundshmëritë e mia. Ato janë patundshmëritë e klientëve që ne i shesim. Ato Okej, është problemi. mirë. Pyetja e fundit, cila prej pyetjeve ishte më e sikletshme që s'të pëlqej? A ishte ndonjëna? Jo, në rregull ishte në krejt. Ajo me date nuk menova që vjen këtë rreth, po është absolut në rregull.